ose takimi I parë me Çabën. Takimi I parë me Çabën. Takimi I parë me Çabën nuk përshkruhet se për lidhje me ezanin. Ishim për me bë umrën pak ma vonë, do të thonë mes akşamit dhe yatsis, po ezani I yatsis në zoni pa hin harem. Unë atë ezan e kisha pas dëgju më herët të Radio Haracina. Po. Ti I ke çdo Ali Mula, Shej Ali Mula është moshë thyme, po me siguri 40 vjet, 40 vjet ka qenë muezin I rregullt. Po. Tash ndoshta një herë mujt e thirrë ezani, edhe unë peni çat ezan. La ilaha illallah. Çfarë ezani, po këtë ezan. Hiç një herë, 2 herë, 3 herë gjatë ditës në radio e dëgjoj. Ku ka ezani I Çapës ka. I e tani live. Jam tani live, ha? Po. Edhe, do thonë ajo ndjenjë mirë, kurse ajo çershia se mbitor që ka qenë se neve në atë vendi ku kemi qenë stacionum, ka ardhur na ka mbajtur ligjërat imami I Çapës, Shej Abdulrahman Sudejs. Vitin 1999 kemi pas rastin të përshëndetemi secili tek me ta. Mashallah. Edhe ajo përkthyesi që ishte një hoxhë Bosnjës, për çdo njëri I tregon kë. Për shembull, ky është I Maqedonisë, ky është I Kosovës, ky është edhe ai na sillin vetëm vësheshke, edhe I ke mirë që